Mirë, do të flasim sot në fakt për një projekt shumë të bukur që i përket turizmit identitar, turizmit të kodeve, zakoneve, turizmit më saktësisht në himar, teksa flasim për ta, himariotët jetonin në obore të hapura, ku miku merrej nga udha e pritej me zemër në shtëpitë e tyre, me një bardak ujë, pak raki, gliko dhe më pas niste të ngase një këngë me iso. Obori nuk ishte thjesht një hapësirë shtëpie, por vendi ku fliste mikpritja, kujtesa dhe këngët. Oboret që flasin është një formë e turizmit identitar që nisi në fakt në këtë fundjavë pikërisht në himar e ka për qëllim të mbledh pushuesit jo vetëm të huajt në oboret e shtëpive për të përjetuar eksperiencën e bregazve në një turizëm që nuk shet vetëm pamjen, por edhe përjetimin, kujtesën dhe mbi të gjitha shpirtin e njeriut. Kam kënaqësinë që këtë mëngjes të kem drejtuesen e këtij projekti, Dhurata Tanasi, mirëmëngjesi, kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Një projekt jashtëzakonisht shumë i vlefshëm për te bukurisë edhe që besoj gjithë neve ku flasim për oboret e shtëpive na lidh me kujtesën, me fëmijërinë, me traditën, me të kaluarën, edhe le të themi që projekti duket pak larg atij turizmit që promovohet së fundmi, për turizmit masiv të resorteve. Si lindi kjo ide e bukur? Kjo ide ka lindur shumë vite më përpara, duke parë oboret e fundit të Tiranës, oboret e fundit të qytetit ku unë jetoj dhe kam lindur, dhe sigurisht Tirana është një qytet i madh, është kryeqytet dhe i është epur, i është dhënë, le të themi, këtij lloji zhvillimi që shpeshherë nuk është ai që ne duam, por i pashmangshëm i betonit, i gradaçelave etj. Kështu që kur udhtoj në jug dhe shikoj akoma që ka mbetur ky shpirt njerëzor, tash pse mos shkruajmë një diçka të tillë, ta prezantojmë dhe ndoshta do mirëpritet për të sjellë atë që është më e bukur e vendit tonë, mikpritja. Dhe ne në përgjithësi, unë jam vajzë tiranëse, në lagjen time ku kam jetuar gjithmonë aktivitetet i kryemi në obore dhe mikpriteshim në për obore, sidomos gjatë periudhës verës, dhe këtë e gjetëm në himar, edhe një derë të hapur nga Bashkia e Himarës, e cila na e përqafoi si ide, po edhe nga mbështetja e Ministrisë së Kulturës, e cila e mbështeti projektin së bashku. Të kuptojmë pak më shumë për projektin, si do të zhvillohet ai dhe si është i shtrirë, le të themi, gjeografikisht. Janë disa shtëpi që janë pjesë e tij. Po, ky është një projekt pilot, projekt provë, le të themi. Në radhë parë njërë për të parë dhe për të mundësuar për njohjen e një lloj të ri turizmi, ose le të themi një lloj të ri, ndoshta ka qenë i vjetër, sepse kjo ka qenë gjë më normale që kanë bërë shqiptarët. Gjë më normale që kanë bërë shqiptarët. Por sidomos qytetet bregdetare ku në përgjithësi ka shumë turizëm gjatë periudhës beharit, në përgjithësi njerëzit tentojnë të shkojnë vetëm në plazh edhe ta konsumojnë aty në për beach bare, në për vende të caktuara, të cilat janë të destinuara vetëm për këtë lloj turizmi, ndërkohë që një kohë njerëzit shkonin edhe në për shtëpitë e njëri tjetrit, në shtëpitë e gjysheve, në shtëpitë e hallave, shtëpitë të njohurve, dhe kalonin vitin, pushimet e beharit. Dhe në himar, sidomos në himar, po edhe në dhërmim, mbaj mend, unë i kaloj gjithmonë pushimet në Vlorë, edhe në Vlorë gjithashtu, njerëzit të prisnin në për obore, të jepnin një verigë rush, ndanin një gliko që kishin bërë, apo tani është periudha e reçelit dhe glikove të qershis, apo të kumllave dhe të fiqve, e ndanin dhe aty nisnin muhabetet, nisnin tregimi historive, siç nisi dhe një nga shtëpitë dje ku njerëzit u njohën dhe dolën të afërm, dhe gjithë këto histori njerëzore kanë një tjetër kuptim, marrin një tjetër kuptim, sepse nuk janë identiteti dhe ti nuk merr vetëm një pamje të bukur të një shtëpie apo të një fshati që të duket bukur, por ke merr me vete edhe këtë pasuri shpirtërore dhe këtë lidhje, ngjizje e cila është shumë e veçantë. Aty shikoje brezin e tretë, brezin e prindërve, po edhe të fëmijët që lidheshin me njëri tjetrin. Ndjeni Ilias, për shembull, fëmijët që erdhën nga Tirana u lidhen me 2-3 fëmijë që ishin në Ilias, sepse është një fshat që nuk ka shumë njerëz, dhe në një farë mënyre fëmijët lindin kanë një kujtesë fëminore e cila mbetet të rjetën. Kështu që këto lloj lidhjesh, ky lloj
Kjo mundësi e njohës është më e mirë. Tani është pilotuar, le të themi, është bërë provë në 5 shtëpi për të parë, të cilat u treguan vetë të gatshme për të mundësuar të hapur shtëpitë e tyre, oborret, historitë, shtëpitë karakteristike ku ato tregojnë edhe historikun e shtëpisë, kur është ndërtuar, se imazhi është djegur, pra histori që lidhen edhe me historinë e Shqipërisë, po edhe me historinë e fshatit, dhe shpesh herë dëftojnë edhe në mënyrë më të sinqertë, për shembull u tregua historia e Zao Kokës, herojit popullit, në familjen e nipit të tij, disa nga gazetarët nuk e dinin ashtu, e kishin mësuar ndryshe, dhe ai e tregoi shumë thjesht se si kishte ndodhur kjo histori dhe si motrat e kishin gjetur. Me një fjalë, gjithë këto histori ishin shumë të bukura, po edhe histori të tjera jetësore, si lidhja e një zotërie që ishte topograf familjar me babain tim gjeolog që njiheshin, unë nuk e dija, edhe me një djalë tjetër që kishte pasur babain dhe ai gjeolog. Po do të thot më shumë, natyrisht edhe tek pjesa e traditës, po ndikim në këtë momente një insert që flasin disa prej banorëve të këtyre të 5 shtëpive, le të themi që ju keni përzgjedhur, edhe rikthehemi pastaj komentojmë bashkë edhe në detaj sepse ka shumë për të folur për kulinarin, gurët e shtëpive që ndërtoheshin dhe se sa rëndësi kishin oborret për familjet Imariota. Shtëpia, ashtu si që janë shumica e shtëpive të Bregdetit, janë ndërtuar me gur. Dhe ndërtimin e kanë bërë stërgjyshrit e bashkëshortit tim, është për të çuditur se nuk ekzistonte atëherë as cimentua, as në një material tjetër lidhës, po me thënë të drejtën janë mure shumë të forta. Ka filluar të ndërtohet në vitin 1924. Shtëpia që jetoj unë tani ka qenë e vjerit tim, ne kemi rikonstruktuar se ishte një dhomë dhe kemi sjellë në metrat që duam neve tani. Karakteristikat shtëpisë tonë janë me gur. Siç bëheshin, siç e shikoni, me mure të trasha, që mos të ftoma, me dritare të vogla, kjo ka qenë karakteristika e shtëpive. Shtëpia e vjetër është ndërtuar në 1946. Është një shtëpi që është ndërtuar nga 2 njerëz të cilët ishin fshatar, punëtor, të varfër, dhe në kohën e kooperativës babai im qenë një punëtor i thjeshtë. Këto borë që shikoni ju tani këtu, është një borë bujqësor, që përdor unë shumë me familjen time për të mbjellur perimet e mia. Kam frutat e mia, është ulliri, është portokale, limona, mandarina, lulet e mia që janë këtu, dhe jam munduar që të mbjell, mund të thuash, çdo lloj frute. Mi se erdhën dhe ki marrë puna të shkojnë gjithmonë barë si që vinë zogjë në bearë. Shumë emocionuese, dhurata. Shumë e bukur është. Nga ekrani, po ta përjetosh live, ti takosh këto njerëz, tregojnë për historitë e tyre, shikosh se si jetojnë ende sot dhe i kanë mbartur traditën qoftë në gatim, në mikpritje dhe gjithçka tjetër kanë, është tregon shumë për shpirtin e shqiptarëve. Shumë e bukur. Sa bukur kemi jetuar. Po edhe ajo po tregon akoma për këtë institucion shpirtëror që kemi ne shqiptarë që është mikpritja, e cila nuk duhet të jetërsuar. Po, në përgjithësi një lloj tjetër turizmi, ky turizmi komoditar, ky turizmi që të ofron vetëm pamjen nga deti, me shezlonet apo me ato bufete mira e kështu, nuk është disi ndryshe, ndërsa shpirtin e njerëzve nje në këto shtëpi dhe institucionin tamam mikpritjen shqiptare e nje në këto shtëpi, të cilat njëra ndryshojnë nga tjetra në mënyrën se si i përgatisin gjërat, pa aty është dhe më e bukura sepse nuk krijon atë uniformitetin që jemi mësuar sot ta gjejmë nga një resort në tjetrin, ti vetë dhe hanë në të njëjtën mënyrë, për shembull. Pa diskutim, nuk e diskutoj, por ne kemi haruar shpirtin, duhet nisim nga shpirti për të arritur aty, nuk jam kundra dhe atyre. Në një vend tjetër, po për shembull të vesh në Imar, në një resort, fjala vjen, unë kam qenë njerë në një resort në jetën time, dhe e njëjta kompani më donte të më çonte diku tjetër, i cili ishte i njëjti ushqim, e njëjta gjë, ndaj ky lloj turizmi, i cili është jo për të gjithë, për njerëzit si puna ime për shembull dhe puna dhe shumë të tjerë që e pëlqejnë dhe krijojnë këtë lidhje shpirtërore. Çfarë do të ndodhë? Si do të zhvillohet ky projekt në aspektin si do të realizohet? Do të jenë
turistët e huaj, qoftë dhe në aspektin e promovimit, por edhe çfarë do të përjetojnë, le të themi, nëse një pushues i huaj vendos, do të jetë në pjesë e turit të 5 shtëpit, apo mund të zgjedhë ndonjërin prej tyre, si është menduar organizimi? Organizimi nuk është menduar si tur, thjesht familjet kanë pasur dëshirën që të hapin oborët e tyre bazuar edhe me një telefon, edhe me një fjalë do jenë disponibël, jo gjithmonë, si puna është si një lloj familje që për shembull unë marr në telefon ty e them Iva, do jesh javës tjetër në Imar, kam shumë dëshirë të vi te ty ose për një vizitë të takojmë dhe në përgjithësi shqiptarët kur i thua do vi të takojmë të hap drekën ose do vi në mëngjes apo do vi në darkë, varet si ashtu dhe është shtëpit kanë një kapacitet jo më shumë se 20 veta për të pritur në oborët e tyre, mund të jetë mëngjes, mund të jetë drek, jo darka, nuk mendohet për darka, sepse në përgjithësi këto familje janë familje ku janë pensionistët, fëmijët i kanë jashtë, por janë akoma në gjendje të mirë për të jetojnë vetë dhe është si në jug të Italisë, në Itali në shumë shatra mendohet që me prenotim të vinë 5 deri në 6. Po, edhe në eksperiencë, po, shumë kush për shembull që do të marr pjesë edhe në gatim e ofrojnë dhe këtë gjë. Për shembull familja që bën një byrek të specializuar, byreku me peshk që duan ta bëjnë, mund t'i marrin në telefon dhe i thonë kemi kaq mundësi të vim, familja pranon aq sa ka mundësi, sepse shpeshherë prandaj është bërë në lidhje një lloj lidhje që familjarët të vendosin sa njerëz mund të presin, sepse dhe në ditët të caktuara që ata mendojnë të presin, kupton? Por ato se është bërë dhe një hulumtim, ti e përmendë pak më parë nga studentët, është potenciali për të zhvilluar edhe më shumë, jam e sigurt që interesi do të jetë në maksimum, jo vetëm nga të huaj, sepse edhe ne vetë shqiptarët. Jo, vetë shqiptarët, por shqiptarët më shumë. Po të huajt janë gjithmonë të interesuar për të tilla eksperienca të traditës së çdo vendi ku shkojnë. Deri tani ka potencial që të zhvillohet edhe më shumë, ka shumë shtëpi të tilla kanë mbetur sepse duke pasur parasysh edhe kontekstin e zonës dhe të emigracionit, ndoshta edhe për ta është një stimul shumë i mirë për të motivuar dhe për të qëndruar. Po e drejt, është një stimul shumë i mirë për të motivuar dhe për të qëndruar më gjatë, për të mos u lëshuar dhe për të mbajtur shtëpit gjallë dhe për t'i kuruar ato, sepse patjetër duhet një ndihmë ekonomike, siç e përmenda shumica e tyre janë pensionista dhe duke qenë pensionista kanë nevojë për një ndihmë ekonomike dhe kjo mund të jetë një mënyrë shumë e mirë duke ndarë le të themi këto përvoja të tyre që mund të jenë kulinare, mund të jenë jetësore, mund të jenë edhe thjesht të baçes, për shembull, ne kemi dëshirë që të vemi në muajin gusht, një shumë njerëz miq e shokësh të shkojmë nga shtëpit dhe të vjelim fiqt dhe të ndihmojmë dhe të zotët e shtëpisë sepse shpeshherë nuk kanë edhe mundësi për të vjel perimet apo më së shumti frutat të cilat ndodhen pemë, kështu që kjo lloj mundësie ju ofrohet sepse është e ndërsjellë ti krijon një lidhje shumë shpirtërore me këto familje. Kështu që dëshira është patjetër edhe nga turistët shqiptar apo shqiptarët, por edhe të huajt. Çfarë kemi bërë ne? Po, promovimin e ka patjetër ne do masim patjetër e bashkisë, po e të gjithëve ne. Dhe ky që po bëni ju si gazetar është promovim, po ashtu po e bëjnë dhe shumë të tjerë, erdhën gazetarë dhe nga Kosova për ta çuar këtë zë edhe për Kosovën. Së bashku me bashkinë ky do ketë ndjekje mbas, me një follow-up që quhet në mënyrë që të krijohet një GPS ku ndodhen këto 5 shtëpi, me numra telefoni, të lidhura me zyrën e turizmit të Bashkisë Imar, po ashtu ne në grupin e punës dje të vizitorëve kishim edhe guida turistike të cilat janë katalizatorët kryesor të lidhjes së turistëve si vendas ashtu dhe të huaj me këto shtëpi dhe ata e kërkonin, ishte shumë kërkesë dhe nga të huajt, sepse ky projekt nuk ka ndodhur vetëm nga dëshira ime apo e grupit të punës që kemi punuar shumë, por edhe nga një kërkesë që është bërë nga sektori, nga ekosistemi, të cilët kërkojnë këtë lloj përvojash dhe shpeshherë trokisnin nëpër dyer dhe u hapin dyer, pse mos bëhet në mënyrë më të si thua më të rregullt, në mënyrë që të dihet kush janë shtëpitë dhe dal nga dal mund të nxiten dhe shtëpi të tjera që të hapin, sidomos në kalane e Himarës. Entuziaste për këtë projekt sepse është diçka e shumë pritur dhe ndoshta dhe uroj do të pyes sërish edhe më vonë sepse nuk dua dal për momentin nga oborret e Himarës, uroj që të zhvillohet jo vetëm në Himar, por të jetë vazhdoj si projekte
edhe në qytetet tjera të Shqipërisë, sepse kjo traditë është dhe duhet treguar dhe është një mënyrë shumë e mirë për t'u treguar për të dyja palët në këtë rast. Tym pak më shumë tek oborret i Mariote. Sa i rëndësishëm është roli i gruas në këtë projekt, por jo vetëm, edhe roli që ka pasur ndër vite në familje, edhe gjithçka i ka përkitur asaj në një farë mënyre. Po, fillimisht personat me cilën jam takuar fillimisht drejt. Gruaja e Mariote është e rrallë, nuk e di, me i fjalë si gjithë bregaset. Në radh parë njerë për shumë vite, për shumë shekuj kanë përjetuar emigracionin i Mariotët dhe bregasit janë larguar jashtë Shqipërisë si në Amerikë, shumica e tyre, po edhe në Itali, në një pjesë e madhe, dhe gratë kanë qenë bartëset e gjithë djebërjes kulinarisë, po edhe të zanateve të tjera familjare që ka patur. Grati Mariote i shikoje, po të shikoje ca fotot të fund viteve 90 janë ato që mbanin baktinë, kanë pasur baresha dhe po të shikosh edhe isopofonia, në përgjithësi në zonën e Brekut ka një grua në mes, ajo që udhej si Katina që këndon Vajzën e Valve. Jo më kotë, sepse ato kanë kënduar këngën isopofonin, pra ison e kanë garë dhe këndonin në mes tyre në përobore. Kështu që roli grave ka që në rritjen e fëmijëve, në mbajtjen e oboreve, ato baçat e vogla që i bënin dhe në gatimet që i kanë ruajtur deri sot të kësaj dite. Burrat i përmendin, sepse shpeshherë unë flas kur veten i marr, kam kaq muaj që vete pothuajse shpesh i përmendin, po kur i pyet pastaj si bëhet diçka, apo nëna ime e di, apo nusja ime e di, sepse asnjë nuk e di se si bëhet, sepse kanë qenë vetëm shijues në përgjithësi. Kështu që grati Mariote dhe bregase në përgjithësi janë shumë të forta, janë shumë të afta. E shijes një pikë e fortë, le të themi, e zonës, edhe ti si ulëmtuese e kulinarisë, cilat janë, le të themi, gatimet tradicionale? Çfarë do të pushuesit, për ata që do të zgjedhin ndoshta të gatuajnë, pse jo ndoshta edhe të kalojnë një vakt. Po, ata kanë drejt, kanë një zakoni gjithë Bregut është lakrat e egra, lakrame i thonë ata. Lakrat e egra janë rritur shumë sepse duke qenë vend në gur, le të themi, në Shkomp, në Kodër e gjitha, kanë patur është tipike e zonës. Është tipike e zonës, i hanë të gjitha dhe prej janë njohës, gratë sidomos, të lakrave të egra në mënyrë fantastike. Po ashtu i gatuajnë, e mësova në familjen e këmborëve, që quhet obori këmborëve të parë, sepse ditën e parë edhe më ndihmuan për disa gjëra kur kam vajt për herë të parë dhe më bën një sallatë shumë të mirë që bëhet me patatet e reja tani, të zjera dhe zihen me nena. Nena është një lloj lakre egër shumë e mirë, e pasur në hekur dhe e përdorin vetëm me uthull. Po i them, mund ta bëni me limon, ju mund ta bëni jeto tha me ç'të duhet, se kanë dhe fjalët shumë të bukura kur të flasin, o jetë thon. Mund ta bësh me, mund të jedhësh çfarë të duash, apo ne i Mariotët i jedhim uthull dhe vaj ulliri dhe pakudër, dhe ishte një gatim shumë i thjeshtë, por shumë i shëndetshëm që ata hanin sidomos në periudhën e nenave, që shoqëronin nenat. Po baçet e tyre. Baçet e tyre janë, nuk di, që nga argjinaret, që ne shqiptarët flas pjesa tjetër e Shqipërisë në Tiranë apo në Vlorë nuk e kemi njohur, gjithë bregasit ose argjinare i themi ne, ose karçofi, e dëgjojmë se i përmend në disa emra, sepse njihen shumë në emra të tjerë, ata i përdorin shumë, i zjejnë me vaj ulliri dhe i hanë me limon, në mënyrë shumë të thjeshtë, por i kanë pasur në çdo baçe kishe argjinare, edhe në qeparo, edhe në vuno. Po shumë të rëndësishme oborret. Oborret ishin të rëndësishme sepse kishin mbajtur, duke qenë që oborret ishin të sheshta, kishin mbajtur ekonominë shtëpiake të Mariotëve. Vend në gur kanë pasur patjetër edhe baktin dhe nuk u ka munguar bulmeti, po sidomos baçet, dhe në baçet e tyre gjehet çdo gjë, sidomos fikun dhe gjithmonë agrumet, që nga neranzi, bergamoti, limoni, portokallet, mandarinat, të gjitha e kanë, dhe me këto grati Mariote bënin ore qel ose glikot ose likot që i thonë ata në gjuhën e tyre. Të gjitha të veçantë kanë pa diskutim glikone e neranzit dhe likone edhe të portokallit, po edhe të mandarinës, edhe të fikut egër, që për shembull zonja Bolano e bën në mënyrë fantastike, e din edhe momentin ku kputet fiku në mënyrë që të mos ketë krijuar fara.
dhe të jetë mos bjerë në tokë. Pra, kanë një lloj, si thua, riti për çdo lloj glikoje që bëjnë në mënyrë fantastike. Po ashtu edhe byrekët që i bëjnë me të gjitha lakrat, pra lakrat e ndryshme, i bëjnë nga spinaqi pasdja, po me të gjitha lakrat dhe mezet që bëjnë himariotët, kryesisht me, si të thash, me lakrat egër, po me qikoren e idhur, që çdo ushqim ose bullumaçin, janë disa gatime, petullat që kanë dhe petullat e vogla që i thon lukuma, që vjen edhe nga greqishte, sepse janë vend edhe vorje, me fjalë janë dhe vend që kanë pas ndikimin e tyre. Po, patjetër, por edhe gatimet e tyre, siç është byreku himariot, që është i famshëm. Shumë njerëz nuk e dinë dhe nëpër restorantet e Himarës nuk e gjen, më thanë vetëm në një e gjen. Po ja si se gjen, po s'folën për këto bore, po s'folën për traditën, do ta marrin dhe do ta njohin tuajt dhe do vënë në çdo lokal dhe do pyesin, e keni byrekun me peshk, atë që himariotët e kanë ruajtur deri në ditët e sotme. Besoj, është retorike në fakt në një farë mënyrë që të humbas le të themi tradita. Frika është në qofse nuk flitet për të, në qofse nuk shkruhet për traditën, në qofse gjithë këto ulumtime nuk përkthehen në libra ku janë të shkruajtura, se në internet, në botën e internetit, siç futen gjërat dhe janë të shpejta edhe humbasin, po nuk u shkruajtur në libra për të qenë dhe por nuk u certifikuan, për shembull me historianin e kulinarisë shqiptare Mondi Kikino, ne po mundohemi që ta certifikojmë byrekun me e Himarës, sepse është tipik dhe autokton i zonës, në mënyrë dhe po u certifikua mbetet në po merret si specialitet tradicional i garantuar. Ju keni folur për skemat e cilësisë, shpeshherë kemi folur dhe bashkë, kështu që nëse nuk ruhet, pa diskutim që do humbas, se nëse flitet për të dhe gatuhet, patjetër do, edhe pse ishte i mrekullueshëm, ne provuam. Duhet jap vëmendje secilës prej shtëpive aq sa mundemi, nga pak edhe për ta ndarë kohën në mënyrë proporcionale. Flasim për të pesta, sepse jam e sigurt që edhe shikuesit na dëgjojnë se çfarë do të dëftojnë për ta në këtë moment, është e rëndësishme. Ju përmendët pak shtëpia e Komboreve, çfarë bën të veçantë? Atëherë zotria janë njësoj, por gjithsesi ka ka ulumtimi për shtëpit, pasi na u caktuan shtëpit nga Bashkia e Himarës, cilat ne nuk i dinim. Bashkia e Himarës ishte pjesëmarrës, patjetër, me Bashkinë e Himarës ne u afruam dhe pam ata përcaktuan 5 shtëpi me cilën ata kishin folur më përpara dhe kishin arritur në dakordsi me studentët e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Morëm një grup studentës në mënyrë, po kanë qenë pjesë e projektit, ne donim t'i merrnim për arsye se të kuptonim se ne duhet punojmë së bashku me të rinjt në mënyrë që kjo lloj kulture ta njohin dhe ata. Dhe vet studentët të ndarë shtëpinë më shtëpi nga 2 studentë u morën me, le të themi, me biografinë e shtëpisë. Kur themi biografinë dhe arkitekturore të saj, me fjalë. Për shtëpinë, pak për dhe morëm elementin kryesor, kur tham për shtëpinë e Këmborëve, elementi kryesor i shtëpisë të Këmborëve, të zotit Lefter dhe Katerina, ishin Këmborët, ata kishin disa Këmborë, të cilët i kishin ruajtur se kishin pas baktinë e tyre, dhe zotria nuk i kishte hedhur edhe të lashta të bëra një kohë në Kovaçanat e Himarës, dhe kjo është shtëpia e Gurt, këtu jemi te shtëpia e Gurit. Gjithsesi, ai e vendosi, menduam që ta vendosim si element kryesor, sepse ai kishte vendosur përballë me shtëpia e Gurt, duke siguruan vetë frymën e Kalanës së Himarës. Po, shtëpia e Gurit është në Kalanë e Himarës, është një simbolike e shtëpisë e familjes Bollane, po, dritaret e vogla, një simbolika e kësaj ishte Guri, sepse obori ishte pak sa i vogël dhe kishte një shesh shumë të bukur. Kjo është shtëpia e Ullinjve, që shikojmë këtu, është karakteristik, shumë të bukur dhe e rrethuar me ullinj, pothuajse kishte kopshin më të madh dhe këtu gatua dhe 200 vjeçar ishin. Po, disa prej tyre janë shumë të lashtë, është kokorholli i Himarës dhe për këto gjëra fliste dhe i zoti i shtëpisë. Dhe njerëzit morën një lloj edukimi edhe agrar aty. Pse janë të rëndësishëm ullinj, çfarë varietetesh ka zona. Dhe vetë pema në fakt është shumë simbolike për gjithë zonën. Po, patjetër. Me fjalë gjithandej kur shkon në breg vetëm ulli gjen, kështu që kjo është shtëpia e limonit, sepse karakteristikisht e limoni, dhe këtu zonja e shtëpisë kishte gatuar disa gatime himariote, një lloj musakaje që ne nuk e bëjmë siç e bëjmë në Tiranë, ta kishin tipike të tyre, dhe u shpjegua dhe një si thua pije shumë e veçantë që ata e bëjnë me verën e ardhis dhe me kanell. Dhe u ofrojnë mikut, gjën e parë që
bëjnë u ofrojnë mikut kur vinë. Edhe po ja, kjo është musakaja dhe të mbushurat që i bënin me mish qingji, ishte shumë e veçantë. Shtëpia e kajsisë? Kjo është shtëpia kjo është shtëpia e limonit, shtëpia e kajsisë është zvendësuar me një shtëpi tjetër që quhet shtëpia e Çiponuzës. Asnjë nuk e njeh Çiponuzja, është një bim, është një pemë e cila është e rritur, prandaj duam të promovojmë dhe Çiponuzën që sot quhet në gjuhët e tjera quhet karuba. Është shumë e mirë dhe përdoret sot për të zëvendësuar shpeshherë edhe kakaon, se është shumë e mirë dhe e gjen përgjatë gjithë bregut. Këto mënyra njohje me vendasit dhe me pasurin e dijeve që ata kanë, mund të shërbejnë agronomëve të rinj, historianëve, të gjithë, njerëzve që merren me turizëm, sepse janë thesare të dijeve të territorit, janë të jashtëzakonshëm. Dhe po ta mendosh e gjithë forma apo mënyra se si vjen ky projekt dhe mënyra se si jetojnë ata, ndoshta mund të shërbejnë në të ardhmen edhe si një spunto për modele të agroturizmit në zonë, çfarë mund të sillte ndoshta edhe një turizëm jo vetëm për gjatë verës, por edhe gjatë dimrit. Ky lloj turizmi ju mundson, sidomos gujdat që ishin prezente, ishin të pranishme dhe ja ku vinë dhe sinergjitë që lindin në këto takime, në këto si thua sofra apo në këto obore, ata thanë ne kemi mundësi që të vim dhe gjatë periudhës dimrit dhe të rrim për shembull ose të kalojmë një drekë kur ndërkohë që jo edhe lokalet në përgjithësi janë të mbyllura dhe shtëpitë mund të jetë të hapura. Kjo gjë u mundësoj dhe si thua nga vetë banorët erdhi dhe propozimi që nëse ne ju vini dhe gjatë periudhës së dimrit dhe kjo mënyrë frekuentimi me turista shtohet, ne s'kemi pse të shkojmë te fëmijët tanë jashtë, sepse në përgjithësi këto familje shkojnë jashtë, sepse nuk kanë shumë punë gjatë periudhës dimrit. Dhe ndërkohë që restorantet hapen si thua masivisht në periudhën nga prilli deri në tetor ose fillim nëntori, këto familje, këto obore mund të rinë të hapura gjatë gjithë vitit, sepse janë familjet që mbajnë identitetin e imarës, janë imariotët që mund të jetojnë dhe ju krijojnë mundësi dhe guidave turistike, por edhe ne që vem nga Tirana, që duam të kalojmë një fundjavë në Imar, gjatë dimrit të ham një pjatë të mirë imariote në shtëpitë e imariotëve. Durata të njeh shumë mirë zonën, jo vetëm historinë, kulinarinë edhe traditën atje. Ku mendon se mund të ketë një zhvillim të mëtejshëm? Atëre, ne e pilotuam në 3 shtëpi në Imar dhe në një shtëpi në një Ilias. Ilias është një fshat që gjithë e kalojnë, por nuk futen asnjëherë si xhep dhe gati 95% e njerëzve që ishin ftuar aty, përveç 2 guidave turistike dhe 1 gazetari, nuk ishte vajtur asnjëherë. Dhe u mrekulluan nga ky fshat, nga Iliasi, i cili ka patur familje me të vërtet me kulturë, por që jo se është abandonuar, ata i kanë shtëpitë, por shumica e tyre kanë ikur. Janë larguar dhe në një farë mënyre vetëm turizmi mund ta zhvilloj. Turizmi, le të themi ky lloj turizmi identitar, ky lloj turizmi që ne duam të promovojmë. Dhe shumica e të huajve, po edhe të rinjve, sidomos të rinjve që bëjnë, le themi, gjirin e GPS, dalin shpeshherë dhe del direkt në Ilias, shpeshherë vend të pinë një kafe, nuk kanë mundësi për të pirë një kafe. Duke njohur shtëpitë e vendasve, mund të vend të trokasin der apo të marrin në telefon nëse mund ta ham drekën aty, sepse janë zona të mbrojtura dhe aty nuk ka mundësi restorantesh në atë zonë. Kështu që kjo është një mënyrë shumë e mirë për të lidhur të rinjt me brezin e tretë, ata që i mikpresin dhe të lidhen dhe të lindin ngjizje, idesh, hapësirash, mundësirash dhe sinergjisë të jashtëzakonshme njerëzore. Uroj jashtëzakonisht shumë. Ne do bëjmë ç'është e mundur, unë do ta ndjekim, edhe pa projekte do ta ndjekim, se ne kemi detyrë dhe mision këtë gjë. Shumë mirë sepse përpos faktit edhe interesit të vizitorëve të pushuesve është një mundësi e mirë për të zhvilluar, për të vijuar tradita në zonë dhe pse jo, mos t'jenë vetëm të moshuarit, kategoria e kësaj moshe për treguar për historitë, po t'jenë dhe fëmijët e tyre që ta kenë mundësinë për ta vazhduar traditën në të gjitha llojet e formave, sepse është një vend që e meriton padyshim edhe vëmendjen maksimale për gjithçka mbart në tërësi e si kulturë.
Po, është shumë e rëndësishme në një farë mënyre, kështu duke njohur këto shtëpi dhe hapjen e këtyre shtëpive apo boreve, siç e kemi quajtur, se në Behar njerëzit rinin nëpër avlli dhe obore. Një nga malësia e madhe e një shpirtin i Mariot, takohen me njëri tjetrin, një sopofonin, gjen gjëra se aty kur në zakonin e tyre kur vinte një mik, sidomos shqiptar, thrisnin dhe komshit, thrisnin gjitonin, thon ata, edhe mblidheshin dhe amerin një këngë apo ndanin diçka, zonja shtëpis mund të kishte një liker apo gliko, zonja tjetër sillte byrekaqet që i quajnë ato me lakrame, kështu që për të nderuar mikun, dhe ky zëmër i bregazve, i cili deri më dje nuk njihet aq shumë, sepse patjetër si shtam për arsye të tjera, mund të njihet në këtë mënyrë, jo vetëm dhe të krijohen, si thua, lidhje të jashtëzakonshme, dhe shqiptarit njohin shqiptarin, se kemi haruar të njohim njëri tjetrin, kështu që po na njohin më shumë të huajt se sa po njohin shoqin, siç thon ata, edhe në mënyrën e të folit njohin gjuhën, njohin traditën, po njohin edhe dialektet e tyre që i kanë të jashtëzakonshme, si këndojnë gratë e Imares, kanë një gjuhë kur të thrasin, hajde o xhan, hajde o jetë, thon. Unë mallëngjem sa herë dëgjoj, sepse më kujton fëmirin kur shkoja me gjyshrit e mi, dhe siç ndodh kur vemi në veri që na kanë atë gjuhën dhe dialektin e tyre, dhe vetëm këto lloj mënyrash lidhjesh njerëzore mund ta mbajnë gjallë këtë gjë, sepse ti nuk e haron aty ku ke ngrënë diçka të bukur, do kthehesh edhe një herë tjetër. Në një hotel të bukur, nuk dua të bëja këto paralelizma, vitin tjetër do shkosh në një vend tjetër, por kur ke vajtur në një familje që të ka pritur të ka të nderuar si mikun e vërtet shqiptar, do kthehesh gjithmonë, do e ftosh në Tiranë, do bëhet shumë njerëzore. Dhe këto vlera i kemi haruar. Unë shikoja fëmijët dje që luanin dhe mblidhnin mana, i zoti shtëpisë te familja e Çipenuesve kishte edhe një pemë të madhe me mana, më kujtua fëmijëria kur venim dhe ne të gjithë, secili tregonte historitë e vet, njëri vidhnim në përbace, njëri merrnim, njëri na dilte plak, një zonjë shtëpisë na i jepte mos i merrni se ju ja punë, me një fjalë, është histori të jashtëzakonshme. Është terapi shëruese. Të gjithë njerëzit që ishin në këtë udhtim dëditor thanë, haruam çdo gjë dhe fëmijët nuk merrin më celularët, rinin aty luanin në përbace. S'ka gjë më të mirë. Durata shumë sukses. Faleminderit shumë, jam shumë e lumtur që ky projekt ekziston, uroj që të ketë një vazhdimsi shumë të mirë, e thash që në fillim jo vetëm në Himar, por edhe shumë zona të tjera të Shqipërisë, se meritojmë të vëmendje në këtë aspekt, e meritojnë ata njerëz sepse janë heronj që kanë arritur të mbajnë traditën gjallë në të gjitha format. Shumë faleminderit, je gjithmonë në Klan News.